them të drejtën fush Kosovë dhe mezi kam arritur të gjej vend për 800 copa. Qerdhe. Po pse ti dush me konë? Pse ti, për çka? Se mu më karon men. Po Kjo është arsye dhe me thënë. Po edhe një ke frymën Abdi Gjekjaune. Pse jo? Tash njeri kër e ka frymën Abdi Gjekjaune, është me LDK-n, jemi Parti Demokratike edhe ecmi të paura. Çka është fryma Abdi Gjekjaune? Çka dhe me thonë? Që taj më të spjegu kështë është sak shka i bja është fryma lumirit. Pse ti, çfarë vlerë ki ti për me konë në asamblet Skënderajit, për çka? Unë e kam komunën ngatë. Lësë betonier kanë më në tonë. Pse, për çka, ti je infermier me profesionin. Po, qëtaj jam infermier. Në ai plan, për shembull, më studiu alo që më bo. Po. Me arrit profesionalisht, më ngrit. Je kam dërprejnë. Ndërprej. Qëtaj jam full infermier. Çfarë je ti për komunën tënde? Pse ti dush me qenë në asamblet? Po, unë qëtaj jam pranë qytetarit. Jam të ingu hallet e tyne. Qësa? A jap shprica, po mnej ineksia, me shpret. A moti tensiona, a moti sheqera. Shka për dë? Mide, ato jënë përshkrimi detyrës tonë dhe që e bërë. Po, qëta jam full infermier, se ma herët këmë konë dhe veterinar pak, ama së qenërej ka aty, a dhe punë e ranë. Me hi ahërëmohër, pak ma zërë. A dhe dë gjonë s'lejshin, dë lejshin me afruhe, pak ma zërë. Qëta jam veç këso, jam të kontribuan për Pazharonin, du më ma qitën votën, që me qitë Pazharonin që shtatë ma herët në Vinkëll. Qëtaj është mundësia për Pazharonin që me ecë të para. Veç të fëll të para. Po pse ti dush me konë? Pse ti, për çka? Se mu më karon men. Kjo është arsye dhe me thënë. Po edhe një ke frymën Abdi Gjekjaune. Pse jo? Tash njeri kër e ka frymën Abdi Gjekjaune, është me LDK-n, jemi Parti Demokratike edhe ecmi të paura. Çka është fryma Abdi Gjekjaune? Çka dhe me thonë? Qëtaj më të spjegu kështë është sak shka i bja është fryma lumirit. Vetë që ka që? Pse shka? Me të vërtet e kam përmbledhur me një shembull fantastik. Mua pëlqej. Fryma lumirit. Nuk është që e burra vesh mirë, po mirë. Më falë, a jena gata, a kena... Që thë gati e kryp? E kam nëllën në kërë... Që thë gati e kryp? Pse ti, çfarë vlerë ki ti për me konë në asamblet Skënderajit, për çka? Unë e kam komunën ngatë. Lësë betonier kanë më në tonë. A ditë se kam të lashe mi mojtë dy, ata betonier për shambull tash, veç e këmë sistemu, nuk o nevoj me shku çdo ditë, shkoj komunë. Ja pas ka qitë veni mirë. Një vend punës, dhe me thonë, ha? Me pas me shka më marë. Me apë kontributin të amën. Qfar kontributi? S'kën të rojnë me... Që për para, halo. 2.000 qerdhe, 7.000 shkolla. Okej. Nuk janë pak. E pas ka nga të këtë del me jadranka. Pa dhe, po dilër dalit, se kam të lashe, se kam gallë. Me të vërtet s'di ku i marrin këto planet të marrojnë 2.000 qerdhe, unë them të drejtën fush Kosovë dhe mezi kam arritur të gjej vend për 800 copa. Qerdhe. Gjithë këtë fush Kosovë. Nuk di. E une premtoj që po t'jem në opozit, sepse une detyrimisht do të zgjidhem si asamblesë. Se detyrimisht? Detyrimisht, sepse mua më njohin qytetarët, dhe më dojnë qytetarët, jam ofër qytetarit. Fatkeqësisht nuk e kam telefonin me vete, sepse do të kisha befasuar me programin tim. Dhe nëse jam në opozit, si asamblesë, do më thonë kryetarit i cili do të zgjidhet, unë do t'ja teshi fjallën fjallë. Nuk do t'arri kryetari komunës që ta qoj fjallën e vetë dhe në fund në asë një mënyrë. A e da gote, falë vlashket se... Që zbovi shpak e i përkuta që aki? Po bre, këta biqu dhe analiza, shtash këta biqu. Po në disë në emisionin një ardhë. Po me luat që kryve shpejt, po shos zotin. Atëre pas ka rastin urgjent, plan programin e ti e shpalusi dhe mund t'aliroj studion. A përdo me shku? Po a jem gote. Pa me shku. Ishim zgjuar që të gjithë, nëse... Se gati më fundi jena. Po, a?